Një task force nga ujësjellësi i Durrësit ka nisur aksionin për ndërprerjen e kontratave të furnizimit me të gjitha subjektet që funksionojnë si lavazhe bazuar në vendimin e qeverisë të një muaji më parë dhe urdhrin e brendshëm të shoqërisë për të menaxhuar burimet ujore dhe furnizimin më të mirë të popullatës. Drejtori i njësisë Task Force, Julian Beshiri, thotë se nga ky moment asnjë lavazh nuk do të marrë ujë nga rrjeti, por mund të përdor ujin e puseve për një aktivitet të tillë. Asnjë subjekt lavazh nuk do të furnizohet më me ujë të pishëm. Ky aksion ka kohë që ka vazhduar, do të vazhdojë dhe në vijim, pra deri në momentin që ne do kemi çdo subjekt të ndërprerë nga rrjeti i ujit të pishëm. Pronarët e lavazheve, edhe nëse kanë puse aktualisht, do pajisen me leje për sa i përket puseve tek Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore. Paraprakisht janë njoftuar afro një muaj më parë të gjitha subjektet që përdorin ujin e pishëm për larjen e automjeteve. Aksioni do të shtrihet në të gjithë zonën që Shoqëria Rajonale e Ujësjellësit mbulon me shërbim si Durrës, Kavaj, Rogozhin, Shijak dhe Krujë. Në këtë zonë janë afro 300 subjekte që funksionojnë si lavazhe për larjen e automjeteve.